Assalamu alaikum, thot Hoxh, çfarë parfumi përdor në qoftë se mundesh me na tregu? Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuhu. Unë i përdore dy llojet, domethënë një ato tradicional islam që përdoren që vijnë prej botës islame, keni parasysh që lyhet dora para namazit, ato i marrin në xhami, edhe para çdo namazi vendosi domethënë detyrimisht, thuaj se kam farz, se jam imam edhe la te tavolina ime aty, ato lloje parfumeve. Pastaj këto parfume tjera, për cilat ti ke pyetur, ndoshta ke dëshirë që Hoxhës m'ja çu një dhuratë, e përdori për momentin Gisada, besoj kështu lexohet, ambasador, që është me prodhim në Zvicër, në vend të tur për një shqiptari, po i bëj reklam tash atij personit, Ademi kështu diçka emrin ai, ose me emrin ai pronari, kam dhurat për një mikut, edhe sinqerisht më ka pëlqyer edhe ndoshta do të vazhdoj edhe me përdor ata. Nuk e di a kemi ndonjë dobi prej kësaj, përveç kësaj pyetje, përveç asaj që duhet të insistojmë që të jemi të kujdesshëm. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka thonë me laçet ngushtohen prej të njëjtave gjëra, edhe ju vjen në veri që ju vjen edhe njerëzve. Prandaj edhe ka ndaluar Allahu xhalla shanuhu përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shku në xhami me erë të hudhrës ose të qepës dhe të ngjashme me ta, që mos më i pengu as besimtarve as melaçeve. Duhet të mundohemi deri në maksimum të jemi të kujdesshëm, por një gjë u atërheqi vërejtën juve burrave, krijoni burni përmes parimeve tuaja, edhe let ju vjen era burni, edhe era musliman para se më ardh era apo aroma e parfumit. Ke parasysh, domethënë, na duhet të kem kujdes, morali jon, burnia jon, fjalët tona, trimnia, të janë më të rëndësishme se sa era parfumit. Pra një mashkullit që nuk i vjen era burni, sa dolen të vjen era parfum, ajo është e dorës dytë. Po ashtu edhe mbani cilësitë si shpirtërore edhe ato fizike të një burri. S'ka herë për një mashkullit cili nuk ka xhelozi për bashkëshortën e vet, për nanën, për vajzën, për motrën. S'ka herë edhe bereqet për një mashkullit cili sjellët i ka mazi se një femën. S'ka bereqet për një mashkullit cili ma shumë e ban gajle qysh me inrëgj vetullat e tij, ose ku e di çka vepra që nuk i takojnë një burri. La ilaha illallah. Allah na përmirësoft, vllazën, Allah na përmirësoft. Subhanallah, kemi shumë me folën këtë temë, po Allah na fal.